Një vrasje ka tronditur pas Kuqanin paraditën e kësaj të hënë rreth orës 11. 27-vjeçari Ardian Baloshi është qulluar me armë zjarri në rrugën Dervish Lusha pas një konflikti të dyshuar të nisur në Kalçeto. Ndërsa dyshohet se gjatë konfliktit ka mbetur i plagosur rënd edhe një tjetër person, rast të cilin policia e mohon. Viktima Ardian Baloshi është dërguar me një makinë të rastit në spitalin e traumës ku edhe ka ndërruar jetë. Policia dhe forcat RENEA janë vënë në ndjekje të autorit të dyshuar të vrasjes 39-vjeçarit Sadik Lanaj, duke ngritur pika kontrollin akset kryesore rrugore. Për kapjen e tij janë angazhuar forca të shtuara policore në terren. Drejtori i Policisë së Tiranës, Oliger Torba, ka deklaruar nga vendngjarja se krimi ka ndodhur për motive të dobta. Një grup i posaçëm hetimor në drejtimin e prokurorisë po vijon punën për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje. Cili është motivi, dyshohet pak të pista para prakën dhe ajo që bën më shumë përshtypje janë forcat RENEA në ngjarje. Atëherë duke pas parasysh drejtësimin e autorit të dyshuar është gjykuar arsyeshme të në operacion marrë pjesë të speciale. Vjet motivi pak çka dyshohet? Dyshohet me motive të tjera. Ku ka ndodhur ngjarja, zoti Torba? Çfarë ambienti është? Ka ndodhur në rrugë, në lokal? Në rrugë. Torba, autori dhe viktima rezultojnë me precedent penal, çfarë mund të themi për sa i përket? Tani këto janë të gjithë të çfarë ju, i përtrasin autorisë të Muaj plagosën e ka shëtuar të spital. Nuk ekziston në Amerikë vugar të fëmijë. Okej, shumë. No filade, nuk e di, ka shumë informacion. Pra Amarin do vuka nuk është i plagosur. Ka qenë personi që ka shoqëruar të ndjerin. Personi që ka shoqëruar të ndjerin. Okej. Çfarë ka ndodhur konkretisht? Konkretisht nuk di asgjë gjë, unë e pavan për dalë që ka dalë, që ka ashbra Amarin do vuka, nuk është e vërtetë. Ju jeni? Unë jam abajti. I njihni personazh përfshirë? Jo, nuk e njoh. Aktualisht.